Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Qeveria shqiptare parashikon që të zbatoj plotësisht reformën për digitalizimin e kadastrës si një element kyç për rritjen e investimeve të huaja dhe përmirësimin e klimës së të bërit biznes në vendin tonë. Qartësia e pronësisë mbetet një faktor vendimtar. Reforma që synon rritjen e transparencës dhe eficiencës së shërbimeve kadastrale vlerësohet si një ndër më kryesoret për përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri dhe tërheqjes së investimeve të huaja direkte, dhe po ashtu ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e dhomave të biznesit në Shqipëri. Në programin e reformave ekonomike 2026-2028 të hedhur për konsultim publik, qeveria e konsideron këtë reformë si thelbësore për garantimin e të drejtave të pronës, një nga parakushtet më të rëndësishme për zhvillimin e një tregu funksional dhe konkurrues. Përmirësimet në sistemin e regjistrimit të pronës nuk kufizohen vetëm në modernizimin teknik dhe digitalizimin e të dhënave, por përfshin edhe ndryshime strukturore në mënyrën se si dokumentohen, mbrohen dhe transferohen të drejtat e pronës. Një qasje kjo që rrit sigurinë juridike dhe ulëndjeshëm pas sigurinë për investitorët, veçanërisht ata të huaj. Reformat kadastrale kanë ndikim të drejtpërdrejtë në disa dimensione të aktivitetit ekonomik. Të drejtat e qarta të pronës dhe procedurat më të shpejta të regjistrimit reduktojnë kostot e transaksioneve në tregun e pasurive të paluajtshme, duke mundësuar një përdorim më efikas të tokës dhe aseteve. Njëkohësisht ato krijojnë kushte më të favorshme për përdorimin e pronës si kolateral, çka pritet të lehtësojë aksesin në financim, sidomos për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Në kontekstin e tërheqjes së investimeve të huaja direkte, qartësia e pronësisë mbetet një faktor vendimtar për vendimarrjen e investitorëve afatgjatë. Siguria ligjore mbi tokën dhe asetet redukton rrezikun dhe rrit besimin, duke e pozicionuar Shqipërinë si një destinacion më tërheqës për kapitalin ndërkombëtar. Reformat kadastrale po shoqërohen edhe me ndryshime më të gjëra në kuadrin e investimeve, duke synuar krijimin e një mjedisi biznesi më transparent, të paraqikueshëm dhe konkurrues. Nëse zbatohet në mënyrë konsistente, kjo reformë pritet të ketë një ndikim afatgjatë në rritjen ekonomike, zhvillimin e sektorit privat dhe kthimin e Shqipërisë në një destinacion edhe më tërheqës për investitorët e huaj. Kryeministri i vendit Edi Rama gjatë një takimi në Elbasan me fermerët dhe sipërmarrës të bujqësisë u shpreh se brenda vitit mbyllen pagesat për skemën e mbështetjes, ndërkohë që sipas tij së shpejti finalizohet edhe ngritja e Bankës së Zhvillimit. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me fermerët e Elbasanit. Gjatë fjalës së tij, kryeministri u shpreh se sektori i bujqësisë dhe zhvillimit rural ka nevojë për partneritet me qeverinë, ndërsa për zhvillimin e këtij sektori është dyfishuar buxheti. Ne finalizojmë brenda këtij viti edhe bankën tonë të zhvillimit. Shqipëria do të ketë më në fund bankën e zhvillimit, e cila do të jetë edhe ajo një tjetër instrument për të mbështetur projektet e sipërmarrjes shqiptare, për të mbështetur edhe projektet tuaja. Ndërkohë që po rivëm në lëvizje prap në favorin tuaj për të mbështetur projektet tuaja, për të mbështetur sipërmarrjet tuaja, edhe agrokreditin, që është një instrument, një institucion i varur nga Ministria e Financave. Linja e re e kreditimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme me fokus bujqësinë e Bankës së Shqipërisë, e cila shkon deri në 250 milion euro si fazë e parë dhe mund shkojë deri në 1 miliard euro, mund shkojë deri në 2 miliard euro nesër, është aty dhe pret ju. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla u shpreh se për të gjithë fermerët që shesin prodhimet e tyre bujqësore tek grumbulluesit, përpunuesit ose në agroturizëm, do të kompensohen në masën 10% të vlerës së faturës. Fermerët që shesin prodhimet e tyre bujqësore tek grumbulluesi, përpunuesi e agroturizmi do të kompensohen në masën 10% të vlerës së faturës. Kjo faturë do të lëshohet nga vlerësi i produkteve të tyre dhe ju i grumbulloni këto fatura dhe i dorëzoni në tatime çdo 6 muaj. Ku shteti ju kthen 10% të vlerës së faturës direkte në llogarinë tuaj bankare. Ky është një mekanizëm i ri për ne, por që aplikohet në vendet e BE-s dhe do të forcojë formalizimin me qëllim përfitimin e fondeve
për modernizimin e sektorit bujqësor. Sipas ministrit Salla, 5.2 miliard lek do të shkojnë vetëm për skemën kombëtare të mbështetjes së fermerëve. Sipas Sallës, kjo shumë është 16% më e lartë se buxheti fillestar i këtij viti. Përgjatë 3 muajit të tretë të këtij viti, sportelet bankare kanë vjuar që të mbeten një kanal kyç për transaksionet në kesh në vendin tonë, mbi 1.8 milion transaksione me vlerë rreth 694 miliard lek u kryen në ark, ku bizneset mbajtën edhe peshën kryesore të kësaj vlere. Pavarësisht zhvillimit të shërbimeve digjitale bankare, sportelet fizike të bankave vijojnë të mbeten një pikë e rëndësishme për kryerjen e transaksioneve në Shqipëri. Të dhënat për tremujorin e tretë të vitit 2025 tregojnë se përdorimi i paras kesh në ark mbetet i lartë si nga bizneset ashtu edhe nga individët. Transaksionet në ark njohin rritje të ndjeshme në tremujorin e tretë të vitit 2025, të nxitura kryesisht nga aktiviteti i bizneseve, ndërsa individët vijojnë të ruajnë një volum të lartë veprimesh, por me vlera më të moderuara. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, në periudhën korrik shtator janë realizuar mbi 1.8 milion transaksione kesh, me një vlerë totale për rreth 694 miliard lekësh. Nga këto, bizneset përbëjnë rreth 49% të numrit të transaksioneve, por mbajnë mbi 65% të vlerës totale, që tregon se qarkullimi më i madh i paras fizike vijon të realizohet nga aktivitetet ekonomike dhe tregtare. Në veçanti, bizneset kanë kryer rreth 883.000 transaksione në ark, me një vlerë prej 453 miliard lekësh. Rritja pasqyron shtim të qarkullimit, sidomos në muajt e verës të ndikuar nga sezoni turistik dhe konsumi. Brenda transaksioneve të bizneseve, depozitimet kesh zën rreth 71% të vlerës, ndërsa tërheqjet rreth 29%, duke sinjalizuar flukse të forta hyrëse në sistemin bankar. Nga ana tjetër, individët kanë realizuar mbi 933.000 transaksione me një vlerë rreth 241 miliard lek, pra më e vogël se ajo bizneseve. Edhe për individët depozitimet dominojnë duke përbërë afro 58% të vlerës, ndërsa tërheqjet rreth 42%. Në të rësit, dhënat e tremujorit të tretë tregojnë se keshi mbetet mjet i rëndësishëm në ekonomi, me peshë më të madhe në vlerë të bizneset dhe me frekuencë të lartë përdorimi tek individët. Shifrat konfirmojnë se pavarësisht kalimit gradual drejt pagesave elektronike, arka bankare mbetet një kanal kryesor për qarkullimin e paras, veçanërisht për depozitime dhe tërheqjet kesh, si për bizneset ashtu edhe për qytetarët. Shpenzimet e qytetarëve shqiptar jashtë vendit vazhdojnë që të rriten, por shuma mesatare për çdo udhëtim mbetet pothuajse e njëjtë krahasuar me një vit më parë. Rritja e shpenzimeve totale shoqërohet kryesisht me dalje më të shpeshta jashtë vendit. Në periudhën janar-shtator të vitit 2025, çdo dalje një shtetësi shqiptar jashtë vendit ka kushtuar mesatarisht rreth 352 euro, pothuajse në të njëjtin nivel me 349 euro që ishte në të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Kjo tregon se shpenzimi mesatar për çdo udhëtim mbetet i qëndrueshëm, pavarësisht se shpenzimet totale të shqiptarëve jashtë vendit kanë shënuar rritje të ndjeshme. Me fjalë të tjera, shqiptarët po shpenzojnë pak a shumë të njëjtën vlerë për çdo udhëtim, por po dalin më shpesh. Shpenzimet totale të shqiptarëve jashtë vendit sipas Bankës së Shqipërisë kanë arritur 2.3 miliard euro në janar-shtator të vitit 2025, nga 2.09 miliard euro në të njëjtën periudhë të vitit 2024. Njëkohësisht numri daljeve ka shënuar rritje të ndjeshme duke kaluar nga 5.9 milion dalje në vitin 2024 në 6.5 milion dalje në janar-shtator të vitit aktual. Kjo tregon se rritja e shpenzimeve totale nuk lidhet me rritjen e shpenzimeve për çdo udhëtar, por me intensifikimin e lëvizjeve jashtë vendit. Trendet e fundit tregojnë se shqiptarët po dalin jashtë vendit më shpesh, kjo për shkak të paketave më të lira edhe sipas tolerës së euros. Shumica e këtyre daljeve lidhen me vizita të shkurtra, udhëtime pune apo vizita familjare, që zakonisht shoqërohen me shpenzimet moderuara. Nga ana tjetër, kjo tendencë reflekton një zgjerim të aktivitetit turistik jashtë vendit dhe një rritje të mobilitetit të qytetarëve shqiptar. Analiza e të dhënave tregon pak a shumë se rritja e shpenzimeve totale jashtë vendit është kryesisht produkt i volumit më të madh të udhëtimeve dhe jo domosdoshmërisht rritjes së fuqisë shpenzuese për çdo udhëtim. Kjo tregon një qëndrueshmëri të ekonomisë personale të qytetarëve gjatë periudhave të lëvizjeve jashtë edhe në kushtet e ndryshimeve të kostove dhe çmimeve të vendeve pritëse. Familjet shqiptare kanë varësi të lartë nga remitancat. Ky është një prej rezultateve të nxjerra nga anketa e migrimit realizuar së fundmi nga Instat, ndërkohë që drejtoresha e Instat thotë se të dhënat e kësaj ankete duhen përdorur për hartimin e politikave. Është prezantuar këtë të hënë anketa e migracionit pranë familjeve, ku vlerësohet se rreth 1.6 milion shqiptar jetojnë jashtë vendit. Drejtoresha e Instat, Elsa Dhuli, në fjalën e saj,
Tha se migracioni është një element shumë i rëndësishëm i familjeve shqiptare dhe varësia ndaj remitancave mbetet e lartë. Migracioni nuk është një fenomen periferik, por një faktor me ndikim të drejt për drejt në jetën ekonomike dhe sociale të vendit. Nga pikpamja ekonomike, një nga përfitimet më të dukshme të migracionit janë remitancat. Për familjet që i marrin ato, transferimet nga jashtë përbëjnë një pjesë shumë të konsiderueshme të ardhurave familjare. Remitancat përdoren kryesisht për mbulimin e nevojave bazë, ushqim, shpenzime të përditshme, shëndetësi, arsim. Përvoja e punës dhe edukimi jashtë vendit mund të përkthehen në aftësi, njohuri dhe produktivitet më të lartë, veçanërisht nëse shoqërohen me politika efektive të riintegrimit për migrantët. Migracioni sjell njëkohësisht përfitime dhe kosto, dhe balanca mes tyre varet nga politikat që ndërmerren. Evi Sulko, zëvendës drejtore e grupit për Shqipërinë pranë Bankës Botërore, tha se pjesa më e madhe e migrantëve nuk kanë marrë mbështetje. 2.5 fish e të ardhurave të shqiptarve i përdoren dhe i kalojnë pikërisht familjarve. Gjithashtu të ardhurat nga migracionit kthehen në Shqipëri duke sjellë kështu të kthyerit edhe të ardhurave më të mëdha se sa ata që nuk kanë qenë në migrim. Vetëm një pjesë e vogël e këtyre migrantëve kanë marrë mbështetje në rrugtimin e tyre dhe të kthyerit për shembull nuk kanë qenë të angazhuar. Vetëm 5% kanë përdorur agjencitë private të punësimit dhe 2% shërbimet publike. Me politikat e duhura, migracioni mund të jetë begati për të ardhur. Anketa tregon se para nisjes migrantët kanë të ardhura rreth 10% më të ulta se jo migrantët dhe shpesh mbivlerësojnë fitimet jashtë. Në realitet, ata rezultojnë të fitojnë 40% më pak se sa prisnin, çka reflektohet edhe në kursimet më të ulta. Ndërkohë, gjatë migrimit, përfitimi financiar është i qartë, mesatarisht migrantët fitojnë 2.5 herë më shumë se para e migrimit, por shoqërohet me marrëveshje më informale dhe mbulim më të kufizuar të mbrojtjes sociale. Qytetarët shqiptarë vazhdojnë të blejnë kryesisht sigurime të detyrueshme ku sigurimi motorik zë 62% të primit total, ndërsa sigurimet e jetës dominon sigurimi jetës së debitorit me rreth 79% të kontratave e lidhur ngushtë me kredit bankare. Kur vjen çështja të sigurimet, shqiptarët vijojnë të paguajnë vetëm për ato që janë të detyrueshme, me sigurimin më të pëllë të brendshme që mban një rekord. Përgjegjësia motorike ndaj palëve të treta, zë 62% të gjitha primeve të shkruara bruto të kompanive të sigurimit. Ndërkohë, produkti që shqiptarët zgjidhin më shumë në kategorinë e jetës është ai sigurimi të jetës së debitorit dhe kjo për shkak të detyrimeve të vendosura nga banka ndaj kredimarrësit. Në rastin e humbjes së jetës së kredimarrësit për shkaqe natyrore apo aksidentale dhe pa aftësisë së plotë të përhershme si rrjedhoi nga aksidenti, kompania e sigurimit do t'i paguajë bankës për llogaritë të kredimarrësit shumën e mbetur të principalit për kredinë e përcaktuar në policë, duke çliruar familjen e personit kredimarrës nga pagesa e kredisë mbetur. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, sigurimi i jetës së debitorit zë gati 79% të gjitha kontratave në kategorinë e sigurimit të jetës. Produktet më pak të zgjidhura janë ato të sigurimit të jetës së studentit, jetës së nxënësit dhe studentit, sigurimi mbijetesës dhe jetës së kombinuar, të cilat rezultojnë edhe me një rënje kontratash në janar-tetor të këtij viti. Ndërkohë te kategoria jo jetës, sigurimi i përgjegjësisë civile të avionëve dhe anijeve nuk preferohen shumë. Por cilat janë produktet më të pazakonta të sigurimit që nuk i zgjedh askush? Në kategorinë e sigurimeve të jo jetës, sigurimi i mjeteve lëvizëse, sigurimi i avionëve dhe ai i kreditit ofrohen nga kompanitë, por rezultojnë me 0 kontrata. Po ashtu në kategorinë e sigurimit të jetës, policat e jetës së depozitorit, jeta dhe aksidentet e sportistëve, sigurim anuitie, sigurimi martesë lindjes, jetë i lidhur me fondet e investimit, administrimi i fondeve kolektive, nuk zgjidhen nga askush. Kështu kompanitë e sigurimit ofrojnë një larmi produktesh, por qytetarët zgjidhin të paguajnë për ato që janë të detyrueshme dhe domosdoshme për ta, duke nisur nga motoriku, prona dhe jeta e debitorit. Forcimi i bashkëpunimit ekonomik dhe nxitja e investimeve ishin në qendër të forumit dyditor mes Shqipërisë dhe Egjiptit. Gjatë forumit u nënshkruan memorandume mirëkuptimi që synojnë thellimin e partneritetit dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta.
U zhvillua forumi dyditor Shqipëri-Egjipt, një platformë e rëndësishme dialogu mes dy vendeve, e fokusuar në forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe zgjerimin e partneriteteve mes sektorit publik dhe privat. Gjatë sesioneve të forumit, diskutimet u përqendruan në rritjen e shkëmbimeve tregtare, nxitjen e investimeve të ndërsjellta dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta në sektorë strategjik si energjia, turizmi, bujqësia, teknologjia, punësimi dhe inovacioni. Ministri Adelina Ibrahimaj theksoi se Shqipëria dhe Egjipti ndajnë një histori të gjatë miqësie, ndërsa ky forum përfaqësoi një hap konkret drejt shndërrimit të kësaj miqësie në bashkëpunim me përfitime të prekshme për qytetarët dhe ekonomitë e dy vendeve, ndërsa nënvizoi se prioritet mbetet nxitja e investimeve të huaja direkte dhe zgjerimi i bashkëpunimit në një gamë të gjerë sektorësh, nga tregtia, turizmi dhe energjia, deri te arsimi, shëndetësia, teknologjia e informacionit, gjithashtu transporti, por edhe zhvillimi urban. Një tjetër zhvillim i rëndësishëm ishte nënshkrimi i memorandumit të mirëkuptimit mes Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve dhe Autoritetit të Përgjithshëm për Investime dhe Zonat e Lira të Egjiptit, si dhe memorandumi për shkëmbimin e ekspertizës në politikbërjen ekonomike ndërkombëtare. Marrëveshjet synojnë përmirësimin e klimës së biznesit, zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe mbështetjen e inovacionit dhe digitalizimit. Forumi Shqipëri-Egjipt u vlerësua si një hap i rëndësishëm drejt thellimit të marrëdhënieve dypalëshe, ndërsa palët riafirmuan angazhimin për vijimin e dialogut institucional dhe nisjen e projekteve të përbashkëta konkrete gjatë vitit 2026, me synimin e zhvillimit të sesionit të dytë të Komisionit të Përbashkët në Kairo. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare dhe të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Ktu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.